Hoxh, a ban njeri se vop me shku në kuzhinë e minimu grus për iftar? A nashta se vopin ma të madh e gjon mjalo dhe end? Vallahi nuk ka se vop më i madh se zbashku me përgatit iftarin, e me përgatit syfyrin, sepse njeriu nuk e din ku e fiton. Ha, kur se din ku e fiton se vopin? Absolutisht. E sidomos kur jemi në kësi lloj raste, është nder, është respekt. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, ai cili jep agjerusit iftar e ka shpërblimin pa i mungu atij. Subhanallah, e merr shpërblimin po një gotë ujë me çu, por një pijat me afru e me largu, me pastru e me mbush me gjell, ato e kish shpërblimin e madh. Është nder. Prandaj unë mendoj që populli shqiptar duhet ta kuptojë një gjë të tillë, se së bashku krijohet edhe dashuria, edhe bashkëpunimi, por nuk mungon as marifeti më burr. Edhe është e bukur të gjithë të ecin edhe t'i ndihmojmë shojt. Në këtë rast jo vetëm nana apo gruaja, jo vetëm motra apo shoqja, po të gjithë të ngarendim edhe ta sjellëm, dikush supën, dikush gjellën, dikush bukën, dikush ujin, dikush sallatën, edhe të gjithë së bashku, sepse është shumë interesant kur të gjithë e afrojnë një pjesë të ushqimit në sofër, shtohet interesimi. E jo runazat këtë barat i bie zonjës shtëpisë, në këtë rast nana, apo gruaja, apo motër, apo vajza. Hoxh, iftari diqysh po m'doket tash, pse ma shumë pe presin në për restorane? A ka bereqet ma shumë në shpi? Për shembull, unë kam qef grun te, po që të marru supë. Viq erën këta shotë përgatit, knaq. Tash këtë në për restorane, me termine. Shumë e vërtet është një dukuri e cila se ka atë përparsin e vetë, i ka dhe të ngjitë se tjera në kuptimin e vlerave. Edhe menyjat ka gja. Po, përveç që në të shtrejnëta, po kjo është çështje tjetër e cila se cili le ta bëni para llogarit xhepit, e ki parasysh edhe të kuletës, mirë po une po du me shtjellu këtë çështje edhe një aspekt tjetër, ku po është bereqeti, ku është vlera, ku është bashkimi. Tjetër është një iftar të ulëm në sofrën e Bacit Saleh, tjetër është shkojmi në një restoran aty Haza. Për këtë arsye nuk ka maknatësi e madhe se kur antarët e familjes e shohin, e përgatitin bashk, ulen bashk, i bojnë lutjet bashk, të njëjtën ku e presim bashk, të kaluarën të edhin fare mirë si ka qenë. Kemi hangër iftar, e pastaj kemi falë akshamin, e pastaj kemi kry darkën. Edhe në aspektin sot medicinal, madje dhe dietologët më të njohur botëror, po e sugjerojnë agjerusit, mos hani për një herë, sepse pe e lodhni lukthin tuaj. A ki parasysh po shkon me të njëjtën vijë me atë, po në atë kohë nuk ka pas sqarime për shkak se ka mungu ky sqarim në aspektin mjekësor, por ka qenë praktikim. Sot na kemi shumë teori në për kokë, por faktikisht pak e mojnë ato që e dim. Hoxh, a kem ndaj lutje ku e kem sofrën plot e zoni hala është larg? Po, të gjitha ato që t'i nin shpirti, zemra, dhe t'i thot mendja, thuje. Kur nuk e ke pas ma afër përgjigjen e Allahut, kur ma afër Allahun se ke pas, se kur jenë në sofrën e iftarit. Lutë Zotin për sukseset, lutë Zotin për shëndetin e fëmijëve, të familjes, lutë Zotin për stabilitetin ekonomik, për stabilitetin politik, për paqen, për mirëshin, për sigurin, për ushtrin që cilët na erujnë kufirin tonë, për policin që na erujnë rendin dhe rregullin shoqëror. Lutë Zotin për mirësit e njerëzis, për njerëzillakun e cili ka fillu të zbehet, ka fillu të humbet, nuk rënimonin ato mese ku nuk ka njerëzillak, ku nuk ka njerëzi. Prandaj na kemi nevojë të lutemi, ja sot na kemi mungesa shpirtërore, emocionale, t'i lutëm Zotit që të na mbroj për zjarrit xhehenamit, që të na mbroj Zoti i madh prej armiqësive, prej tradhtive, prej liksive, prej pabesive, prej poshtërsive, prej elementeve shumë denigruese, prej materializmit të stërngarkum, i cili na është bë barë që njerëzit sot nuk i shohin qenjet njerëzore sikur t'jenë qenie njerëzore, po sikur t'jenë mall. E kjo është shumë e rrezikshme.
Nuk ecet përpara kështu bacasali. Prandaj lut në Zotin, sepse Zoti i madh i përgjigjet duas së lutjes. Edhe sidomos kur njeriu është agjerueshëm, sepse agjerimi edhe mos ushqimi njeriu ja bën me dije, edhe pse tash është koha shumë e shkurtë, jemi domethënë sezonin e dimrit, po të ishim në sezonin e verës, na e dim fare mirë se sa është i fortë njeri, minerali domethënë fillon të çrregullohet. Çato vret. Prej mungesës një buke ose mungesës një ushqimit, pavarësisht sasisë së saj, e sheh sa je i fortë njeri. Prandaj pse po largohesh pi rrugës ati i cili të ka kriju, të ka mësu, të ka udhëzu, të ka drejtu, të ka mbrojt, pavarësisht e adhurove apo i shoqërove runa Zot, pavarësisht e dashte apo e urreve, e pranove apo refuzove, a u përkushtove apo runa Zot u rebelove, ai nuk je dorë prej teje. Ai është i mëshirshëm, ai është i dashur. Na me ditë vlerën e Zotit ton, i cili është i mëshirshëm, është i dashur, i cili na mbështet, i cili kujdeset për ne, edhe na sprovon, po edhe na mëson, po edhe na shëron, edhe smuremi, edhe na shëron, edhe brengosemi, por të njëjtën ku na lumturon, është i madh, madhështia e tij është aq e madhe sa që thot Zoti, ti në kam, Zotin i ki para teje. Ti ec ka ai vrapon drejt teje. Ky është Zoti i madh. Prandaj edhe falenderoje, por edhe lute, sepse e meriton. Është i vetmi i cili nuk harron, është i vetmi i cili të pranon. Qysh je të pranon? Kur prej teje ai nuk largohet. Kur prej teje ai derën nuk ta ka mbyll. Te o njeri e ke mbyll vetes. Nëse tu ka mbyll një derë, pak të ndjathi ki 100 porta të hapura, pak të majt edhe 1000 tjera. Prandaj të lutem se ai ty po do, ai kur të sprovon, ai ty të ruan. Sikur kur të vjen një stuhi e madhe, nuk është mençuri ti të stuhis përpara, por duhesh të ruash derisa të kalon. E çaja sprov është çaja roja jote që i ke gjetë një vend strehim që Zoti po të ruan. Ty Zoti po t'i ruan do të mira nëpërmjet një sprove. E tek ma vonë ki me kuptu, ndoshta hiç në këtë botë tek në ahiret. Ki mu ballafaqu për një sqarim të cilin të ka mungu në këtë botë. E për këtë arsye është në pyetje besimi. Ati kof shumë falë që na ruan, na mbron, na lehtëson, na udhëzon, na drejton, po mos ishte ndihma e Zotit, frymëzimi i tij, qendresa e cila qëndronte pranesh, e cila fillim edhe mbarim vinte prej Zotit, ka kish me qëndru ky popull për mbi se një shekull, për ballë vujtjeve të cilat i kaluam. Andaj na tash jemi në dimension tepër të ri edhe të patriotizmit, por edhe të një fetarie. Ne shqiptarët duhet ta ruajmë në kuptimin pozitiv, po e tham, me fanatizmin më të mirë të më shumë, kuptimin pozitiv, po e tham, edhe islamin ton, por edhe shqiptarin ton.